Të dashur qytetar, dita e sotme është një ditë e mrekullueshme për Shqipërinë, është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për demokracinë e Shqipërisë. Ky proces që vjen prej orës 7 të mëngjesit është mundësia juaj për të vendosur se kush do të qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Ju keni sot mundësinë të vendosni për fëmijët tuaj, për familjet tuaja, për vendin tuaj, për të ardhmen e Shqipërisë. Gjej rastin të falenderoj me mira prej jush që e keni ushtruar këtë të drejtë që në orët e para të nisjes së procesit, po ashtu mirënjohje për qindra të tjerë të cilët mund të jenë përballur me vështirësi apo pa rregullsi në qendrat e votimit, por i kanë shkuar deri në fund bindjes se e drejta e votës është e shenjtë dhe u përket atyre. Dua të ndalem në mënyrë të veçantë tek rasti i Vorës, ku bandat po u bëjnë presion qytetarëve dhe deputetëve. Ky cënim i patolerueshëm i standardit zgjedhor nuk ka pse t'ju intimidoj. Mos u dekorajoni përpara asnjë presioni, por ushtroni të qetë të drejtën tuaj në dhomën e fshehtë të votimit. Një thirrje për të gjithë ata që nuk e kanë kryer ende këtë detyrim qytetar, shkoni në kutinë e votimit, sepse ky është borxhi që ua kemi fëmijëve dhe të ardhmes tonë të përbashkët. Është e rëndësishme më shumë se kurrë pjesëmarrja masive në këto zgjedhje. Sot është dita kur gjithë së bashku do të ndërtojmë një Shqipëri plot shpresë për të ardhmen. Përdorni kohën që ka mbetur për të marrë në dorë fatin tuaj, dilni masivisht dhe votoni. Demokracia është para së gjithash pjesëmarrje. Ndaj shkoni në kutinë e votimit në mënyrë që askush tjetër të mos vendos për të ardhmen tuaj. Votoni, votoni, votoni.